أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Falëndrimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërofyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati nderuar, Allahu Gjeleshanuhu ka kriju për njeriu begati të mëdha. Allahu Gjeleshanuhu thot në Kur'an se të mirët I kemi kriju për njeriu. Pra Allahu Gjeleshanuhu gjithçka ka bo për njeriu. E njeriu duhet të jetë falënderues ndaj Allahu Gjeleshanu për të mirët që na I ka dhënë Zoti. Prej të mirave të pafundme që na ka dhënë Allahu Gjeleshanu është që ne kemi ushqim në sofrat tona. Në kohën kur me miliona njerëz në botë nuk kanë se çka hanë. Kur me miliona njerëz në botë e hanë ndoshta në mëngjes një kafshore bukë e nuk e din darkë se çka do hajë. Ose në darkë e hanë një kafshore, mëngjes nuk e din se çka do haje. Ka plot që ndoshta veç një herë në ditë, me nxjerrë siguron ushqimin për atë ditë. E ne, elhamdulillah, frigiderët plot, xhepin plot, marketet plot, nga këta anët, Allahu Gjeleshanuhu na ka dhënë mirësitë shumëta. Po tash kur jemi te çështja e ushqimit, kemi thonë çdo herë xhamat, në çdo send Allahu Gjeleshanuhu ka vendur rregulla. Nuk ka send që Allahu Gjeleshanuhu ta ketë lanë pa e rregullu dhe pa e sistemu në një sistem I cili është në mënyrë perfekte I plot. E xhamati nderuar, Allahu Gjeleshanuhu edhe te çështja e ushqimit normal nuk e ka leju që të ngele pa kontroll, sepse është një send e patjetërsueshme për jetën e njerit. Çështja e ushqimit është diçka që njeri pa të s'mundet. Pra jeta e njerit është e lidhët ngushtë për hajën dhe pijen. Dhe jeta njeriu të mas shumti që I kalon në punë, për çfarë punon? Që të kish të hash dhe të pish, ajo është pika minimale në cilën njeriu angazhohet, punon me orë të tëra që të kese ushqim. Po të kaluamën, ndoshta o desh dikushi dalet vrapoje në përmale me orë të tëra që ta siguroje në përmes gjahut një sen. Pra sot, në krahasim në të kaluamën, ne sot kemi shumë ma lehtë qasjen të ushqimit. Po xhamat, edhe të ushqimi, Allahu Gjeleshanuhu na I ka vendu disa rregulla. Që normal, për të kthy një send për të bo prej adet në ibadet, është çështja e niyetit. Pra njeriu, nëse niyetin e ka për kënaqësinë e Zotit, nëse në fillim të çdo pune, njeriu e bën niyet për hir të Zotit, Allahu Gjeleshanuhu edhe për çeçat e shpërblen. Edhe pse ti e ke adet, po në moment kur e bën niyetin, Allahu Gjeleshanuhu ta kthen prej adet në ibadet. Çashtu kanë thonë ulemat edhe puna e ushqimit. Nëse njeriu han dhe pin që të kese kuvet, të boje namaz, boje mësim të ndonjë dije, të punoje do thot në rrugën e Zotit, po edhe të punoje për familjen e vet, Allahu Gjeleshanuhu e shpërblen. Do thot se shpesh bëhet pyetje dikush e thot po unë ma rrog, punoj punë ndryshme, a më shpërblen Zoti? Pejgamberi alayhis salam një ditë ish duke ndet me shokët e vet. Dhe duke ndet kaloi një djalë I ri I cili ishi fuqishëm, me trup të shëndosh,
trup madh, trup i cili tregon të fuqi. Dhe ato sahabët që ishin për rreth pejgamberit a.s. thanë, si kur ki njeri, ki djali i ri, ta ki shfridzu, thot këtë takat, që të punoje për xhihad, të angazhohet në xhihad për luftë në rrugë të Zotit. Atëherë do ishte më mirë për të. Çka tha pejgamberi a.s. Tha, edhe shkumja e këtij në punë, që të fitoje halal, dhe t'ju ushqeje familjen e vetë, që bere familjes vetë për të hangër, për të pi, edhe punë e këtij tha është xhihad. Pra nëse një njeri angazhohet për familjen e vetë, nëse një njeri punon, punë të ndryshme, nuk do thotë pa tjetër imam xhami e tish, se s'mundet krejt jemi imama, pa tjetër njëtje se imam e qerët xhamat. As një xhami di imama si ka për para, si cilin xhami një imam deli falen. Mund të kese 2 xhallar, 3 xhallar, ama imam veç një e ka. E xhamat, edhe në këtë çështje, pra njeriu kur punon, do një punë për ta mbajt familjen dhe kujdeset që atë punë ta kese me halal, normal. Mos punoje vetëm të bëj pare, me çdo kusht unë të bëj pare, jo, po ta kese qëllimin të fitoje me halal. E kur fiton me halal, kujdeset që pasunin që e fiton t'ja uqoje halal të shtëpia dhe familjes vetë, kujdeset që e vladin e vetë ta rrite me halal, ta veshe me halal. Ky person te Allahu Xheleshanuhu regjistrohet si personi cili lufton në rrugt të Allahut. Pra, pejgamberi a.s. në hadith e quajti xhihad edhe punën e atij triut i cili shkon punoje me halal. Kështu është hadithi pejgamberit a.s. Po ashtu pejgamberi on a.s. tha, çdo kushi që e merr thot një punë dhe e bie një kafshat te shtëpia dhe vendon një kafshat buk në gojën e gruas vetë, fëmijëve të vetë, te Allahu thot i regjistrohet sadaka. Shive, ti bie buk të shtëpia jote. Do thot u bie buk gruas, fëmijëve, prindët nëse jetojnë me ty, ose kushën në shtëpinë tënde me ty. Do thot ti bie buk të shtëpia, Allahu ty ta regjistron që qatë buk që u ka hangër, si kur e ke dhonë sadaka. Edhe pse ti me shtëpinë tënde e ka hangër atë saballëk ose atë dark. Ama te Zoti, që qatë dark që hangre me fëmijët tuj, me gruan tënde, te Allahu shkruhet si me pas dhonë sadaka një fukaras. Edhe pse ti e ka hangër vetë, edhe pse e ka hangër shtëpia jote. Po, pasi e mundu me halal ta fitosh, te Zoti, thot pejgamberi a.s. është hadith kjo, që njeriu për çdo kafshat që e bie te shtëpia e vet, thot te Zoti i regjistrohet sadaka. Shife, po ku ka më mirësi xhamat se kjo? Ku ka më bujar se Allahu Xheleshanuhu, i cili kur ham edhe atë na e shkruan sadaka. E ushqim fëmin ton, Allahu na e shkruan se vap sikur me pas ushqit dhe një fëmijë të huaj, një jetim ose dhe një fukaras. Po kjo është vetëm prej mirësisë Allahu Xheleshanuhu. Pra kjo është pika e parë xhamat. E dyta, çfarë duhet kemi kujdes kur është në pyetje çështja e ushqimit. Kur është në pyetje ushqimi, atë çka ham duhet kujdesemi të jesë e pastër. Allahu Xheleshanuhu në Kur'an na tha se është e lejuar për ju ajo që është e pastër. Pra çdo ushqim i cili është në esencën e vet i pastër, është halal për ne. Po ushqimin e ndot, ushqimin i cili nuk është i pastër në aspekt sheriatik, Allahu Xheleshanuhu e ndaloi. Allahu Xheleshanuhu e ndaloi mishin e derrit. Pse? Se është i papastër. Nuk është mish i cili është i pastër në esencën e vet. Kafshët mish ngrance, mish qeni, mish mace, atë mish ngrance. Është ndaluar. Pse? Se nuk është e pastër. Pra Allahu Xheleshanuhu thotë ju kam leju vetëm të pastërta. Pra ushqime të pastra. E dyta, kur është çështja e pastërtisë, tjese e pastër xhamat, ushqimi si ushqim, esenca atë çka e ham, çka e konsumojmë, tjese e pastër. Po xhamat, tjese e pastër edhe pasunia me cilën e fitojmë atë pasuni. Se ti mund shkosh blesh mish viçi, ai mish i viçit është halal, ama me çfarë pare e ke fitu?
Me çfarë pare e ke blejt? Ti mund ta blesh një send që është halal, ama e ke blej me pare haram. E këtu duhet kemi kujdes. Nëse e ke blej një send me pare haram, edhe nëse është halal, nuk t'u ka bo halal. Më mendoj e dikush vallai po, me ato pare që i kam fitu në kazino, me ato pare që i kam vedh dikujt, me ato pare që s'ja kam kthy borxhin dikujt, i kam hindër hak dikujt, unë i kam harxhu në halal, i kam dhënë xhami. Dhe thot, mjet për t'i lajt parat. Dhe e marrë unë e dishtin xhami, një 20% të mbohet 80% shi haram. Ketë parat me drog, ketë parat me haram, e tash unë dështi pak në xhami, e në tjere të mbohen halal. Dallaver gjithë kur punojnë t'i lajnë parat e haramit, t'i qesin fund halal. Nuk është sistem për larje parash islami. Nuk mund është ti haramin t'a lajsh në përmes islami. Dapun e sadaka të mbohet halal. Dhe shkoj të ndihmojnë një fukara që erët dëmbohen halal. A ka zeqat parje vjedhët, po s'është e jotja, si ka zeqat. Ti nuk është mall jot ajo. Harami nuk është e jotja. Si t'i jap zeqat diçka që s'është e jotja. Pra, shumë e rëndësishme është edhe si e fitojmë atë pare. Pra të kemi kujdes edhe si vim të parje. Se ka plot njerëzi të cilët kujdesen mishi çfarë është. Ha e merr atë letrën në fund e këshyr për mbajtjen, a është halal a haram. A parët si i ka fitu nuk i këshyra i ka halal a haram. Siç ndodhi një herë një pi botës arabe kishte shku një tregtar, një biznesmen kishte shku në Japoni. Edhe kishin shku në restorant. Edhe i kishte thënë a është mishi halal. Kishte thënë të kujdesmi që edhe mishin halal të ta sigurojmë. Ama kur kishin shku te fabrika i kishte thënë a ka mundësi që u vesh firma falsë teshave që t'i blej, trenerka që jon falsë që u vesh një Adidas, që u vesh një shenjë Nike, që u vesh një logot një firmës tjetër, edhe pse s'është ajo Adidas, ti ta bësh falsë. Kishte thënë japonezi, çudi me ju arabt, çudi me ju muslimant, e këshirni mishi a është e halal në restorant, a nuk e këshirni biznisin tuja e kini halal a haram. Si e lypën këtë ta bësh me haram? Si e lypën të ta bëj falsun e mallin? Ha? Sa ka sot xhamat prej tonëve, që edhe në këtë vendin ton, që kur është në pyetje puna, kur është në pyetje biznisin të cilin e bën, nuk e këshyra e ka halal a haram. Ama të bën pyetje hoxha Kroasani, e kisha gjeni 0.001% përzime, a bën ta ha, as bën ta ha. I merë ato produktet, i këshirë ato emulgatorët, E212, E500 atje, a është halal a haram? A xhepin e ka mbush me haram. Pse i ka hindër hak kojshise, që kur ka shku t'i punoje, nuk ja ka matë si duhet, ja ka matë në aksan. Ka shku t'ja ka bo fasadën, ja ka bo me material në aksan. Kur shkon t'ja bojë një biznis, thot shqipe pak se ki ka, si jën bo të ashtonët, ka da ta pys, ku i e beti? Në gurbet, digje ke. Se ki në Zvicër ka ona digja këti. Nëse duhet 500 këti, 1500. E mas edhe të shkojnë në restorant, a është mishi halal. Çfarë vlere ka për ty ta këshirish mishi çka, kur ketë biznisin që e ke ndërtu me shtëpi, me teshët çka i ke veshët, me kpucët çka i ke veshët, me gjithë shka që i ke në trup, e ke blej me haram. Me qatë mall që i rejnë mishterit, me qatë punë që i rejnë mishterit e tu, për dit me rejnë, për dit me mashtrime. E në kur të vind punat e buka, a është e mishi halal a haram. Që kjo është gjemat realiteti jo. Jo, para se të hungjësh sofër, këshyr njëherë me qëfar pare e blejnë atë buk. Atë mish, që të shtish në gojën tënde, këshyr e njëherë me qëfar pare do të blejsh. E, kur ta kish pare në halal, si tha pejgamberi a.s. Qohët tha njeri, tha ushqimin tha e ka me haram, ujtin tha e ka fitu me haram, teshët tha i ka me haram, gjithë shka që e ka thënë pronën e vetë haram, i ngre dorë, thot, o Allah, si do t'ja pranoj, thë Allah i duan këti. Gjemat, kur është pasunia e fitume me haram, edhe duat s'bon kabul. Allahu se pranon duan e një personit që është i veshët dhe ushqehet me haram. E kemi rastin e Abu Bekrit radiallahu anhu, që një herë e qëj shërptorin e vetë, kishkut bleje, dhe çdo herë e pyet të shërptorin, ku i more parët, me çfarë pare e blejti. Një ditë të mendu se shërptori mo e din se Abu Bekri nuk han haram, ja vëndoj bukën, dhe mbasi e shtif një kafshat në goj, Abu Bekri u ndalë dhe e pyti, tha, ku i more parët, tha,
Ai shërtori tha, unë tha, para se të bëhem musliman, tha këm kanë magjistar, këm punu me sihire, me kësisende, me falle, me si falgjor. E njëherë thot, njëoni thot, ata qitë thot fall, dhe ai s'kishtë në paguje, e sot thot e zatejka mi dha parët, edhe unë thot, me që të pare e blejta që këtë bukë. Qka bani Ebu Bekri? Shkoj e një shtif gishtet ngoj dhe vol. E vol e nëzorë, tha me ditë thot, se prej që kësaj kafshate që e shtina ngoj, një tro thot ka shku të poshtë, jo më thot gjendje ta qaj thot barkun, e ta qes thot trojnë. Që më s'hinje thot trupin tem thot edhe një tro haram, e jo një kafshat. Ne jo një kafshat gjemat, ndoshta me vjetë e ushqjet me haram. Në udhu billah. Pra kjo është ajo pika me rëndësishme, kur jemi të ushqimi. Në thot para sa ta mendojmë, hoxha, a duhet thuhet kjo, as duhet thuhet kjo, a duhet bëhet kjo, as duhet bëhet kjo, njëherë të pyesim me çfarë pare e sigurojmë në ushqimin. E kur ta kemi me halal, e tash vazhdojmë te pika tjetër xhamat. Prej tërbijës islame, prej sunetit pejgamberit alayhis salam, është xhamat edhe pastërtimi i durve para se të hahet ushqimi. Kjo na tregon neve për edukatën e lartë të islamit që në çdo segment të jetës i ka dhënë rëndësi pastërtisë, sidomos të ushqimi, edhe para buke, edhe mbas buke, që njeriu t'i laje durt. Mos haje ushqim pa i lajë durt, se dora xhamat është gjymtyra që më shumë t'i vjen kontakt me çdo sen. Çdo sen brenda ditës njeriu më shumë ti që është në kontakt me botën e jashtme është dora. E prekën për dorën e dikandit. E qelën derën, e prejkën do thot me dorë. Ule që do bish sejdën te pik dilshysh durët. Do thotë, dora është në kontakt me lloj-lloj bakterësh. E nëse nuk i lajmë durët para ushqimit, ka mundësi ato bakterët t'i çojmë në organizmin tonë, brenda organizmit tonë. Dhe prandaj duhet do thot që njeriu prej tërbijes islame është që t'i pastrojë durët edhe para se të haje, po edhe pasi të ketë hangër bukë. Po ashtu xhamat, është debat. E di se ne popujt ndonjëherë i kanë merak ti zmallojnë problemet e vogla. Ose popujt që kanë problemet mëdhoja, mirën me problematikat mëdhoja. Disa popuj të cilët s'kajnë problemet mëdhoja, s'kajnë idejat mëdhoja, ata dvoglet i bëjnë të mëdhoja. E të ne ndonjëherë hiç pa kanë debat e bëjmë debat. Një prej debateve, shembull që u ka bo, po ndonjëherë tek tuk edhe sot e kësaj dite ndëgjohet, a duhet hahet buka në sofër a për toke. Koha hecën, apo? Koha nuk është statike. Dhe disa sende ndryshojnë me kohën. Çdo herë ulemat i kanë shiku, a është në kundërshtim me shariatin një send i ri, apo nuk është në kundërshtim me shariatin. Nëse një send i ri që del, që ka dal edhe në kohën e sahabëve diçka e re që s'ka konë pejgamberit alayhis salam, edhe në kohën e tabinëve, edhe në kohën e baj tabinëve, edhe në çdo gjenerat ka pas diçka e re që ka dal që s'ka qenë kohët pejgamberit alayhis salam. Dhe ulemat e kanë analizu, ka dale pas ka dal një send i ri. Që ki send i ri, si shot një pidjetarve, më njëherë mbas vdekjes pejgamberit alayhis salam, nisin kohën e sahabëve dhe tabinëve të përdorë thot sapuni edhe sita për ta, do thot për ta pastru millin. Që këto dy sende thot janë të parët që u zbulun, erdhën në mesin e muslimanëve, më njëherë mbas vdekjes pejgamberit alayhis salam. E tash sapuni s'ken kohë pejgamberit alayhis salam, a do thotë se është haram? Pse s'ka kohë atë kohë? Sita për ta sit millin nuk ishte në kohë pejgamberit alayhis salam, a do thotë mos e përdorish? Jo, ulemat çdo send i ri që ka dal e kanë analizuar. A është diçka në kundërshtim me shariatin? Jo. Feja mos e ndalon? Jo. Është e lejuar. Edhe në ditë sotit, edhe sot për shembull akademitë e fetvave e kshyrin xhamat del një problematikë e re. Qoftë ajo në medicinë, qoftë ajo në ekonomi, qoftë ndonjë lloj problematike shoqërore. Ulemat e analizojnë, ka dale, çka është tek i send, a ka dom, a ka dobi, a e ndalon feja, a se ndalon. Nëse s'ka ndonjë tekst që e ndalon, bëhet e lejuar. Do thot, nuk do të thotë se çdo send që del në ditë sotit, s'ka kon kohë pejgamberit alayhis salam, nuk e përdori. E tash trysa astalli s'ka kon kohë pejgamberit alayhis salam, hajde di hekëm do ham tokë. Po xhamat, as shki mikrofoni s'ka kon, tash s'ka kon mikrofoni tash ta hek, unë të bërtas ta çaj zonin, apo? Kursia që kjo s'ka kon kohë pejgamberit alayhis salam, te pikët s'kan kon në kohë pejgamberit alayhis salam, kjo klima s'ka kon, e çka të bëjmë ne tash?
ta kthejmë, ti hekëm me klim, ti hekëm me dallap, ti hekëm me mikrofona, ti hekëm te pikët, edhe në dhejqa ti të falmi, apo? Nuk ka thonë feja kështë. Po tash di analizojmë, a është kundra fejës diçka? Jo. Halal është. Halal kjo, halal ajo. E përdor për halal, po. Halal është. E xhamat, edhe debat ka qenë, a duhet hahet buka në sofër, a duhet hahet për toke. Kur s'ka pas astall, ke hangër për toke. U kry. Ama sot shekullin 21 halat bëj shpytje, a duhet ham në astall, a të ham për toke. A të ham me luk, a me vilushk, a të ham me grusht. Nuk e di ka dalin këto tema, do të xhamat, kjo nuk është diçka që duhet besimtari musliman që të angazhojë dhe të hupe energjinë me kësaj tema. Po ashtu pejgamberi alayhis salam xhamat e ka ndalu dhe nuk e ka konsideruar të pëlqyeshme që njeriu të haje duke qenë i mbështetëm ose duke qenë i shtrim. Do thotë nuk është e lejuar që të hahet duke qenë shtrim ose të mbështetësh dikundi edhe kokë shpine edhe të hash. Kjo do thotë nuk është prej tërbijes islame dhe duhet kemi kujdes xhamat në tërbijen islame, sepse ndonjëherë ulemat kanë thonë nuk duhet shohëm vetëm se a është halal edhe ta bëjmë, po ndonjëherë dosende prej tërbijes duhet i lash. Dosende janë tërbije, edukat islame. Nuk do të thotë se a është halal haram, po ndonjëherë ajo devotshmëria duhet shikojmë edhe prej do grincave të vogla që dëmtojnë autoritetin e një muslimanit, edhe ato t'i lash. Pra xhamat, edhe kjo nuk është prej edukatës islame që muslimanit haje shtrim ose të hanë mbështetën. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duka na tregu që në atë kohë që të kemi kujdes të ruajmë shëndetin ton, tha pejgamberi alayhis salam nuk mbush tot njeriu e në më të keqe se lukthi. Dhe diçka më e dëmshme që mund mbushet është lukthi. Le ta lën thot, nëse është patjetër thot haje, se dikush nuk frihet me pak, e thot nëse është patjetër të haje më tepër, atëherë thot 1/3 e lukthit le ta mbajë thot për ushqim, 1/3 le ta mbajë thot për ujë, e 1/3 le ta lënë për frym. Thot kish pakës kujdes edhe te lukthin mos e ngarkoj shtepër. Sepse një numër i madh edhe i smundjeve sot vijnë pi lukthi, pi ngarkesës së madhe. Han 12 natës ushqim vakte pa vakt, masande paraqitet shtypja e xhakit, paraqitet sheqeri, paraqitet kjo, po të paraqitet. 1 natës, 2 natës hunxhet hasi me kanë darkë. Ato të përbashmit kanë hangër pak, sot 3 herë në ditë edhe prapë s'fryfmi. Kemi qenë vetë 4 të haje ta ham brenda ditës. Më shumë shesin këto restoranët e vogla hamburgera shesin pas 12 natës se sa 12 ditës. Ma shumë puna më e madhe natë. Pse? Hang me vakte pa vakte, ma se smundje, po paraqiten smundje. Andaj xhamat duhet me pas shumë kujdes se si e ushqim vetin dhe si jemi do thot në raport me ushqimin, sepse edhe aty feja islame kërkon prej neve që të kemi disiplinë, të jemi të kujdesshëm dhe të jemi prej atyne të cilët nuk do ta teprojmë në asgjë, se muslimani xhamat duhet jese shumë vigjilent që ta ruajë shëndetin e vet, se është një begati, një mirësi që Allahu na e ka dhënë, dhe shëndeti, si ka thonë një filozof, është një kuror në kokën e njeriu që vetëm i smundi mund ta shohë. E njeri kur smundet e ja di vlerën shëndetit, po xhamat, sa s'kemi mbritë e smundja, bëjmë kujdes në shëndetin ton, kujdes e sa ham, kujdes sa pim, sepse çdo send mvaret prej ne se sa do të jemi të kujdesshëm në shëndetin ton. Inshallah taala në gjëratën e ardhshme do vazhdojmë përsëri me këtë temë inshallah taala. Subhanallahu bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.